Prindrit e Gjestit kanë dhënë një intervistë menjëherë pas takimit që patën me banorin në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, Big Brother VIP 4. Babai i Gjestit ka komentuar debatet e djalit të tij me Xhibani dhe Jozin, ku që të dy dolën me zarf të zi nga gara e Big Brother VIP 4. Por jo vetëm kaq, pasi ata u pyetën edhe në lidhje me raportin e Gjestit me Eglin, ku shprehen respekt për banoren dhe familjen e saj. E gjitha varet nga ata të dy, ne prindrit, çfarëdo që të ndodhe për krajin, tha babai i Gjestit kur u pyet nëse mund të ketë një romancë mes tyre. Pjesë nga intervista. Në raport me Eglin, çfarë mund të na thoni dy fjalë? Babai: e falenderojmë shumë dhe respekte për familjen e Eglit, edhe për çdo gjë që kërkoi falje Gjesti, kërkojmë edhe ne Eglit dhe familjes së saj. Nuk kemi qejf në asnjë moment me vendos në pozitë të keqe, kemi qejf me e parë sa më të lumtur dhe suksese gjithë jetën. A mendoni se do lind një romancë mes tyre? Mami: se di. Babai: e gjitha varet nga ata të dy, ne prindrit, çfarëdo që të ndodhe për krajin. Sipas jush, kush është kundërshtari, kundërshtarja e tij më e fortë në lojë? Babai: nuk e di, të gjithë janë të fortë, nuk mund të bëj dallime. Po nëse Gjesti del kokë më kokë me Eglin në finale? Babai: kokë më kokë kam qejf o me fituar të dy ose me dal të dy. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.